Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Shenja virgjëreshës, para se të nisi me interpretimin, më lejoni t'ju them se kjo është një javë ku ju gjendeni mes 2 realiteteve, njëri që ju thot prit, vlerëso, duro, tjetri që ju shtyn duke ju thënë lëre këtë dhe fillon nga e para, dhe mes këtyre 2 zërave lind tensioni. Kalojmë në gjendjen personale ku kemi 7 monedhat, 5 monedhat, 7 kupat, budallai. Ju hyni në këtë javë me 7 monedhat. Duket se ju keni investuar, keni pritur, keni bërë përpjekje me shpresën që diçka do t'jap fryt, por me njëherë pas kësaj vjen 5 monedhat dhe këtu ju ndjeni mungesën, mungesë rezultati, mungesë mbështetjeje ose ndjesin që keni mbetur jashtë një situate që prisnit të funksiononte. Kjo është një goditje emocionale e heshtur. Më pas kemi 7 kupat dhe ju filloni të mendoni, po sikur të zgjedh diçka tjetër, po sikur të kem bërë zgjedhjen e gabuar, po sikur të ketë opsione më të mira, por kjo nuk ju qartëson, ju shpërndan. Dhe më pas kemi budallain dhe këtu lind ideja e madhe, po sikur të filloj nga zero, por ky nuk është një vendim i pastër akoma, është një impuls që lind nga përzierja e zhgënjimit, e lodhjes dhe dëshirës për çlirim. Kartat këshillojnë se ju duhet të dalloni mes arratisjes dhe fillimit të ri. Mos e lini zhgënjimin t'ju shty të hidhni hapa pa qartësi. Fillimi i ri është i mirë, por vetëm kur e dini pse po e bëni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi Asi i shkopinjve 2 shpatat, drejtësia mbretëresha e shpatave. Në familje, energjia duket shumë e prerë. Asi i shkopinjve sjell një fillim, një impuls, një situatë që ndizet. Mund të jetë një bisedë që nis, një çështje që hapet, ose një tension që aktivizohet, por me njëherë vjen 2 shpatat. Dhe dikush, ndoshta dikush në familjen tuaj nuk do ta shoh të vërtetën, ose po shmanget një vendim dhe kjo krijon një gjendje pezullimi dhe pastaj hyn drejtësia. Nuk ka më shmangje, gjërat duhet të vendosen siç janë, e vërteta del, balanca kërkohet, vendimi afrohet dhe kjo përforcohet nga mbretëresha e shpatave. Kjo është energji e ftohtë, e drejtë për drejtë, analitike, e qartë, pa emocione të tepërta, që thot mjaft, kjo është e vërteta dhe pik. Kartat këshillojnë se ju duhet të flisni me qartësi dhe pa frikë, mos e zbutni të vërtetën për të mos lënduar dikë. Ndonjëherë qartësia është forma më e pastër e respektit. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 10 shkopinjt, mbretëresha e kupave, 8 monedhat, asi i monedhave. Në dashuri ju filloni me 10 shkopinjt. Kjo është lodhje emocionale, një lidhje që ka kërkuar shumë, ndjenja që po mbani më shumë se ç'duhet, ose një peshë që nuk është më e lehtë për ju, por pastaj vjen mbretëresha e kupave dhe kjo është zemra juaj. Edhe pse jeni të lodhur, ju ende ndjeni, ju ende kujdeseni, ju ende jeni të hapur emocionalisht dhe kjo është ajo që e bën situatën më të ndërlikuar. Pastaj kemi 8 monedhat dhe kjo nuk është dashuri që hidhet poshtë, është dashuri që kërkon punë, përpjekje, përmirësim, ndërtim të vetëdijshëm dhe në fund asi i monedhave që nënkupton një mundësi reale, një fillim të ri ose një riformatim të lidhjes ekzistuese në diçka më të qëndrueshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo nuk është dashuri që mbaron, është dashuri që transformohet në diçka më konkrete,
nëse punohet si duhet. Kartat këshillojnë se ju duhet të vendosni kufi emocional, të ndjeni, nuk do të thotë që të mbani gjithçka mbi supe. Nëse kjo lidhje do të vazhdojë, duhet të ndërtohet mbi përpjekje të dyanshme, jo vetëm tuajën. Kalojmë tek puna. Në punë kemi karroca, 7 shkopinjt, mbretëresha e shkopinjve, faqja e shkopinjve. Në punë, energjia ndryshon komplet. Karroca nënkupton se ju merrni drejtimin, 7 shkopinjt, nënkupton se ju mbroni pozicionin tuaj, mbretëresha e shkopinjve, nënkupton se ju hyni në fuqinë tuaj, faqja e shkopinjve, nënkupton një ide të re, një hap të ri, dhe kjo është një nga pjesët më të forta të interpretimit, ndryshe nga pjesët e tjera, nga sferat e tjera ku ka pasiguri. Këtu në punë ka vendosmëri, ka guxim, ka rikthim të kontrollit, dhe këto karta këshillojnë se ju duhet të besoni në veten tuaj pa u tërhequr. Mos lejoni që pasiguritë në sferat e tjera t'ju ndikojnë këtu. Kjo është një sferë ku ju jeni më të fortë se ç'mendoni. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi zemërim. Kjo është shumë e rëndësishme. Ky nuk është zemërim i hapur, është një zemërim i shtypur nga pritja që nuk dha rezultat, nga ndjenja që keni dhënë shumë, nga mungesa e balancës, dhe ky zemërim ose do t'ju shtyjë juve të merrni vendime impulsive, ose do t'ju jap forcë për të ndryshuar gjërat. Pra, mos e shtypni zemërimin, por as mos e lini t'ju kontrollojë, dëgjojeni, ai po ju tregon ku nuk jeni më në paqe. Sepse kjo është një javë ku ju ndjeni që diçka nuk po jep fryt. Ju përballeni me të vërteta në familje, në dashuri jeni të lodhur, por ende të hapur. Në punë ju rifitoni fuqinë tuaj dhe brenda jush rritet një ndjenjë që kërkon ndryshim. Dhe në fund ju kuptoni që nuk mund të vazhdoni më duke dhënë pa marrë. Paçim.